Në 4 komunat veriore të Kosovës u betuan 4 kryetarë të rinj dhe asamblet komunale. Miloš Perović dha betimin dhe do të udhëheqë si kryetar për 4 vitet e ardhshme në Zubin Potok. Para nisjes së seancës konstituive dhe gjatë mbajtjes së saj, pranë objektit të komunës qëndronin pjesëtarë të Policisë së Kosovës, KFOR-it e EULEX-it para fillimit të ceremonisë inauguruese. Miloš Perović, tashmë i pari kësaj komune, u betua se do t'i kryej detyrat me nder. Kao izabrani gradonačelnik polažem sljedeću zakletvu ili svečanu izjavu pred odbornicima Skupštine opštine Zubin Potok. Ja, Miloš Perović, zaklinjem se ili svečano izjavljujem da ću obavljati svoje dužnosti i vršiti svoje ovlašćenja kao gradonačelnik opštine Zubin Potok časno, lojalno, nepristrasno, savjesno i u skladu sa zakonom, kako bih obezbedio uslove za mira, život za sve. Unë kryetari i zgjedhur Miloš Perović deklaroi solemnisht se do të kryej detyrat e mia dhe do të ushtoj kompetencat e mia si kryetari i komunës së Zubin Potokut me nder, besnikëri në mënyrë të pashme, me ndërgjegjë dhe në pajtim me ligjin në mënyrë që të siguroj kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Pasi përfundoi fjalimin, një asamblesti sapo zgjedhur i dhuroi një flamur serb kryetarit të sapo betuar. Me flamur në dorë, kryetari i ri bashkë me zyrtarët u larguan nga objekti i komunës. Dorëzim pranimi i detyrës mes kryetarit të kaluar dhe kryetarit Miloš Perović nuk u bë. Kryetari deri tanishëm Izmir Zeçiri tha se e kishte pritur në zyrë për të kryer ceremoninë, por nuk ishte ardhur. Ndërsa sa i përket tentimit të vendosjes së flamujve serb në këtë komunë, Zeçiri thotë se nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Deri tani isha në zyrën e kryetarit. Unë besoja që do të vi pas dhënies së betimit, natyrisht ai ka mandatin e plot fuqishëm të kryetarit, mirë po nuk erdh, atëherë ta shohim me siguri ditëve në vijim, ai do të thret sepse kemi nevojë për pranim dorëzime të proces verbaleve, të protokolleve dhe natyrisht na jemi të gatshëm me gjithë ekipin tim të i zhvillojmë ashtu siç lypin protokollet. Unë i prita gjatë gjithë kohës, do të isha në zyre. Këta shkun kanë dhënë betimin atje, kur ndëgjova se ata dulen dhe nuk erdhën. Unë i pritsha vërtet edhe për t'ia uru detyrën e re dhe natyrisht për të biseduar në ditëve në vijim sa i përket teknikisht do të thotë pranim dorëzimit. Mirë po ja që sërdë, ai është flamurin në shtetit që quhet Serbi, që kur s'ka mu pranu këtu, sepse Serbia i ka hak t'i veni. Sa i përket flamurit kombëtar të serbëve, nuk ka kurfar kontesti, mirë po nuk është ai flamuri kombëtar i serbëve. Ai është flamuri shtetënor i Serbisë me këta SS që i kanë atë kurse ai flamuri, çaj flamur, pa çato emblem me tringjyra se Rusisë, është i flamurit kombit serb, që kanë të drejtë në bazë procedurave, jo të përdoret ai kushteteket.